thonë 30 herë, 30.000 herë. E kumë përsërit që to. Albin Kurti po jo sot, sepse Albin Kurti është josh me atë hartat që ja kumë përmenu në Kuqalushe, me që i publikoj këne Facebookun e ti, me shku në zgjedhjet për bashta, kombëtare dhe lokale. Por, që ta kolegë të unë, dashtu, liderët e partive tjera, ish opozitare, në këtë moment, nuk ju konvenon me shku zgjedhje, prandaj ju në ra komplet në kurthin e Kurtit. Komplet, kokë e bisht. Kokë e kryjë. E kam. Vazhdo. Dhe, në që situatë, blokada beson jo se jo. Nuk ka zgjidhje veç nëse ta ulon të e tha ma herë. Nëse gjykata kushtetuese merr një vendim të i, po probleme ka, adim se ta ulon. Sepse nuk mundet mirët një vendim, bi një vendim. Se 2014 e s'është vendim i gjykatës. E vërtet, nuk është e lehtë. Dhe aty çka thot? Një kohë arsyeshme. Kohë arsyeshme për Ballkanasit edhe Pellasko i Lirë Dardan të Blerim Gashit është e pakufishme. Kohën e botës e kemi oblerim. Qa për ju butën? A deshe për koalicionin? Jo, për fotografin, deshta me fotografin. Po, fotografin? Mendoj që fotografia është një fotografi e mirë, është një dëshiftoft për militantat dhe të dy partive politike, po është i mirë për kohezionin shoqëror dhe një lloj detoksi, një ambient toksik që u kriju në shoqërinë tonë, si ka shumë anomizitete mes palëve të interesit apo është krijaku më. Pak e ndihmon, u ta nëshoj që është kulturë politike, takohen parti të ndryshme, të krahë të ndryshme edhe është fotografi e mirë. Edhe musës po i pëlqen fotografia. Shumë mirë ka ta Lon. Pëlqen fotografia pasi u ngrit trofeu Mitrovic ka përshtypje se edhe këtu e ke pak subjektive këtu. Aspektin se aspektin që shpjegoi Taulon është veprimet konkludente në aspektin kriminalistik. Me veprime kur shikimet, afrimet tregojnë ato që i tha Taulon. I tregojnë për afrimet edhe është një situatë e mirë për militant se do të me pa ata që nuk janë armiq, janë kundërshtar politik. Edhe tjetra nuk është e pamundshme, po shihet ky i ka thonë diçka, ky po menon, nuk është fotografia serioze. Është shumë serioze. Po, është fotografia serioze, nuk është çështë. Tregon edhe kulturë njerëzore politikeve. Edhe ona tjetër do të më se në çet formë që po dalin këta pe akuzojnë opozitën, në veç kur të pres një ditë, kur quhet vetëvendosja të propozon me dalë protesta që s'pja voton opozita kryetarin. A dini që në 19 herë një kandidat për kryetar kuvendit nuk dija ka pas në... Ti do thotë s'po i përjashton protestat? Po, veç kur dalin protesta. Veç edhe një element, në 19 herë një kandidat mos më zedh, nuk dija ka pas në ishte tjetër, mundet me i Albolina në libër Genisit. Nuk e di sa në njëjtë opozit me Flora Brovinën, që e kanë keq kujtuar në një klasike. Nuk e di sa herë, që të problemi. Shumë herë. Derimi po të kam shilë synin. Po aje kam shilë synin e këna po tonë, njëtë në televizion. Po do të me shku të zhvillu demokracia, jo të shku mrapa. Jo të është mja pëshelë të dë, për venjonin. Në dhe mshella synit e gërë në histori tjetër. Vedëm pak këtë shala i dërgëm. Mshella synit të bërë shumë e madhe, tash atë në rritë. Mshella synit për 4 qari, a ka histori interesant se... Ka histori kej tjetër prej asaj që është thonë. A mund të ti themi një 2-3 fjali? Po, muj me thonë që zoti Veseli nuk unë i mirë në studia dit. Ska qenë fizikisht. Ka pas probleme diafragmën pak me frimarin që ato momente dhe ka vazhdu. Po, ju shojmë kanë aty. Gazetari se ka vërejt që a i ka problem. Nuk e ka vrejt. Ka tentu mja po me shaj 2-3 herë që po më i flasë edhe shije që s'mund flet një moment. Edhe... Pastaj ishte ndërprerë edhe për masone kishte... Pauza mas disa minutave që tesa paku ka në vetë dhe vazhdoj intervjist. Pra ka patur probleme shëndetësore, kjo është lajmë. Me frimare që ndodhe. Në nolet fryma, në nolet goja, në ato ne, ati që thujnë me rëcuë njëherë. Të bëj kur gjë me... Njerëzimi. Ka u thonë për jashtë, jo, eja pretja boni synin, tak shtus. Unë e mora qëllë nëse ka gjithu një rast para një 2 palë zgjedhjeve, njerë ku qëfar më pati ndodhë në studio televizive mu. Tregonë. Kam drejt ta them? Po, tregonë. Se për pak do shkoj me pyetjet tuaja të publikut, zona zotëri, sepse ju kemi shumë të rëndësishëm. Para 2 palë zgjedhjeve isha helmu si duket me ushqim, diçka. Edhe filloi temperaturat ngritej, isha në debat kështu me panelistët, si di kush ka qenë atëherë, Valon Syla, Haton Abdullahu ka qenë analist.
Dardan Velia, Adrian Çollaku,